Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Jam në një udhtim dhe po shoh që Krishti ka përzgjedhur që të largohet nga shtëpia. Sot ka qenë në fakt një ditë mendimesh për Krishtin, ka qenë një ditë idesh për Krishtin dhe Krishti ka qëndruar i vetëm në verandë. Do me thënë ai është menduar dhe ka dhënë mendimin e tij brenda vetes. Çfarë ka ndodhur? Krishti ka vendosur që të hudhet nga muri. Është një lojë e ri përsëritur. Do thënë ka ndodhur një herë në Big Brother. E ka bërë gjesti këtë lojë, nuk e di pse Krishti e bën për të dytën herë dhe ku dëshiron të shkon ai. Se edhe po u hodh nga muri do bie në ambientet e televizionit Top Channel, do bie te produksioni, nuk është se ka ku të shkon. Do të thënë pas një debati që Krishti ka bërë me Mirin në verandë, ku ka përzgjedhur që Mirit t'i gjuan vetëm ujë, ka përzgjedhur që Mirit t'i gjuan vetëm, do me thënë, shishen me ujë në fytyrë, është karta që Krishti përdorën, që mua nuk më duket e një lojtari të fortë, po më duket e një lojtari të dobët. Krishti ka vendosur që të hidhet nga muri edhe pse Selina ka shkuar që ta ndihmon. Tani, a duhet një zar të zi për Krishtin apo jo? Dua të marr mendimin tuaj dhe unë pas pak do të bëj videon më të gjatë për këtë komentim.